Në të kaluan gjunë me një hez e vritën 2 motrat. E dita edhe e Dona Behrami. Lirimtari e kishte nuk i rreth 3 muaj, nuk di saktësisht. Ai vdes nga uria. Nona tina kishte shku për Shqipëri, kurse ai ishte mjet në mshirën e dikujt tjetër, po nuk kanë pas mundësi as qumsht, as për t'i ndihmuar për mbijetu. Djali 3 muaj në toshin nga uria. Ai kishte mërzi. Edhe 2 qikat agjes tina, e dita edhe Dona, i kishte afër më shumë mërzit. Në mesin e shumë të vrarëve këtu pash që ishin edhe 2 vajza tepër të vogla, edhe një foshnjë 3 muajshe. Mesin e tyne ka pas edhe fëmijë shumë djallë, si dihet e dita edhe Dona Behrami nga kjo shtëpi këtu, vritën në kolonën. Kolona ka shku për Tushili, për Izbice, familjarët. Ju i urnojnë sërbët të shkojnë drejt për Shqipni. Ato nuk dëgjojnë edhe vazhdojnë të bashkangjitin një torë mes Tushil. Në të kaluan gjunë me një hez e vritën 2 motrat. E dita edhe e Dona Behrami, nga ky fshat. Edhe shlirimtari e kishte nuk i rreth 3 muaj, nuk di saktësisht. Ai vdes nga uria. Nona tina kishte shku për Shqipëri, kurse ai ishte mjet në mshirën e dikujt tjetër, po nuk kanë pas mundësi as qumsht, as për t'i ndihmuar për mbijetu, edhe ka vdek për urie në Tushil. Kanë qenë edhe 2 vjetër edhe afër shtëpisë tyne një shup, i kanë kall, i kanë djeg, i kanë kall, 2 vjetër pleq, është Nezir Gjemojli edhe Muharrem Osmani. 2 vjetër për këtij fshati një djeg, ku forma të tyne vish eshna kem gjetë, edhe eshna të ishin dëmtu, që a djegin e të fort dëmtu në kish pasë. Në mesin e këtyne janë edhe 7-8 zhdukun. Saktësisht nuk e di me emna, po punë kryse e kalon, kitë plakën, nuk e ka kërshit. Këto mund mi qu, e me këqyr a jon, as jon. Kemi pas disa kërkesa, po ma vonë kanë thënë se do të vim, do t'i kontrollojmë gjithë sa janë saktësisht, edhe kush o i zhdukun. Për shembull, emni i shkruan aty, po nëse ishte as jon, shuhet si zhdukun. Ta i ndvran, vorosën, po të zhdukun, ju zhduk kufumat. Si po gjinën tash kufuan për kaze, që a di për para një gjitë në Vosile, një gjitë Beograde, gjithkun një gjitë pe i këtij veni, këta i kanë marrë, i kanë qitë me bager, i kanë marrë, i kanë qitë një kamion, edhe një muaj ma vonë, mëse i kemë vorosna, i kanë qu drejtin Panjuhën. Tash po gjinën do në Vosile, do në Sot, do në Mitrovicës, do në Beograde, gjithkun një gjinë, po hala ka një 7-8 zhdukun, kufumat. Familjarët janë shumë prekun, spaktit t'ja shuhin, të din ku i ka eshnat. Spaku të din ku ka eshnat, di që ra, si dëshmor, po të dihet spaku ku i kanë eshnat. Janë gjithë me mendimin, kur nuk nga mene se arrot. Në mesin e këtyre the që janë edhe 3 dëshmorë. Po. A mundesh me na tregu pak më shumë për ta? Po, mesin e tyne ka edhe ma shumë dëshmorë, po një rast i veçantë 3 dëshmorë. Kanë ra në atë kodën, jenë konë pikën rojave, aty kanë qenë të ru, po në shku të maskun sërbë, thonë që i kanë vra të 3. Edhe një tërhjek. Ata jenë tërhjek, ka arë një grupë tesha civile, kanë pa dhe njerëzit kështu për i kodre, që ata kanë qenë tesha civile, kanë qenë ushtarak, po
të maskun kanë qenë, si dyshun kështu, edhe i kanë vro, tinzisht i kanë vro. Mes në ty është Gjevdet Dabrani, është Ismet Osmani, edhe Afrim Behromi. Afrimi i kishte vdek djali, 3 muaj, në Toshin nga Uria. A i kishte mërzi. Edhe 2 gjikat agjes tina, i dita edhe dona, i kishte afër me shumë mërzit. Të tërë familja kishte shku në Shqipni, po a i kishte met kësaj edhe ish ushtarë. E u vro ma vonë në Bikën e Naltë. Atje.